Ministër të isë mi mbrëma dhe ministër të takohemi në emisionin debat e lirë, për sonte do të realizojmë një lidhje të drejt për drejt me Hoxhë Gens Plumin, njohës e zhvillimin në lindjen e mesme, për të realizuar këtë emision. Përmes lidhjes direkte do të flasmi për zhvillimet e fundit në fakt për konfliktin apo luftën mes Iranit dhe Izraelit, që zgjati plot 12 ditë dhe tashmë kemi një marrëveshje ose një anëpërshim ku mbetet të shifrat se sa do të zgjasë kjo anëpërshim, do të flasmi për shkaktimin apo shkaqet që ka ardhur deri te ky konflikt, pastaj edhe ajo që ka çakolluar edhe në Kosovë dhe në Shqipëri dhe më gjerë, se në rreshin e kujt kanë dhënë mbështetje shqiptarët apo edhe udhëheqësit e shtetit, njëkohësisht edhe shoqëria civile apo popullata. Kemi pasur një debat në Kosovë sidomos më shumë se a duhet të mbështetet Irani apo Izraeli apo kush është në të drejtën e tij. Por ne do të mundohemi që në pika të shkurtra të diskutojmë këtë çështje me të nderuarin që kemi një lidhje të drejtë për drejtë mi mbrëma nga Prishtina. Mi mbrëma. Atëherë, i nderuar, kemi të paktën një anëpërshim mes Iranit dhe Izraelit, ku mbetet të shihet se sa do zgjasë kjo anëpërshim, meqenëse nuk është gjithçka përfundimtare, të pas parasysh edhe deklaratat e presidentit amerikan në samitin e NATO-s në Hag. Por ajo që në intereson neve, çka e shtyri këtë konflikt mes Iranit dhe Izraelit, që më në fund të arrihet një paqe dhe të shpallet të paktën deri më tani një paqe mes dy vendeve, ku e dim që historikisht ka pasur disa konflikte. Po, sigurisht që arsyet janë të shumta, por arsyeja kryesore padyshim mbetet edhe një herë rikthimi i imazhit të Izraelit si një superfuqi në lindjen e mesme, pas asaj që ndodhi me 7 tetor pas sulmit Hamasit, sigurisht që dhe të dështimeve politike dhe ushtarake të njëpasnjëshme të Izraelit për të patur për të realizuar një fitore në Gaza, sigurisht që ishin përpjekje deri diku jo të suksesshme për ato objektiva që Izraeli kishte vendosur vetes. Padyshim që sigurisht që imazhi i Izraelit mbas goditjes së 7 tetorit dhe përpjekjeve të shumta për të shkatruar Hamasin ose për të dobësuar Hamasin, për të rikthyer pengjet, e bën Izraelin në sytë e botës sigurisht jo një fuqi të atyre përmasave që njerëzit kishin idenë apo e kishin imagjinuar pak kohë më parë. Pra, sigurisht që kjo është goditja e Iranit në vazhdën e konflikteve që Netanyahu mendoi se hapja e këtyre konflikteve do rikthente edhe një herë imazhin e Izraelit si një fuqi me aftësi, me kundërpërgjigje të shpejtë dhe të fuqishme, nuk rezultoi e tillë, pavarësisht disa sukseseve të Izraelit në lidhje me Hizbullahin, por padyshim që mbështetja më e fuqishme në rajon e këtyre lëvizjeve mbetej Irani, dhe padyshim që duhej domosdoshmë që Irani të ishte pjesë e objektiveve të Netanyahut, jo vetëm për sa i përket riformulimit të fuqisë së Izraelit, por edhe për një investim politik të Netanyahut, i cili me hapjen e këtyre konflikteve jo vetëm që synon të riformulojë edhe një herë fuqinë e Izraelit, por edhe të riinvestojë të ardhmen e tij politike. Por ajo që në fakt ishte një mit edhe për Iranin edhe për Izraelin si dy superfuqi, por që nga këto 12 ditë konflikti pam që Irani ishte në gjendje të sulmojë pra Ministrinë e Brendshme, pra në Tel Aviv, dhe ishte ajo miti që Izraeli ka do të thotë kupolën e hekur që nuk mund ta sulmosh
brenda por që nuk ndodhe ajo që pritej. Pra, po del që Izraeli është më i dobët se sa u promovonte edhe në lindjen e mesme, edhe në përgjithësi si diçka që nuk preket një kupol e hekur, por që ne pam që shumë raketat e Iranit ranë në Tel Aviv. Njëkohësisht pa ashtu edhe Irani nuk ishte aq i fuqishëm sa promovohej sa duke. Pra, në këtë rast Izraeli në një formë kërkoi mbështetjen e SBA-s sepse po ndryshe siç u panten nga lajmet që vinin nga mediat e huaja, në kush që Izraeli ndoshta mund të bënte ballë një lufte të tillë nëse do zgjaste me javë apo muaj të tërë. Po, padyshim, pra lufta në Gaza, përballja me Hizbullahin, përballja me Iranin tregon shumë dobësi të Izraelit. Tregon shumë dobësi të Izraelit, për ndryshe nga çfarë ishte thënë, që Izraeli të paktën qiellin e vetë kishte të mbrojtur mirë me teknologjinë e fundit, por siç tregoi edhe realiteti, Irani në vërtet, pavarësisht shumë mangësive të tij në mbrojtjen ajrore, por duke qartë që investimi i Iranit tek raketat balistike, tek raketat supersonike, ishte një investim serioz, ishte një investim i teknologjisë lartë. Padyshim që mundet që edhe fuqitë tjera të kenë kontribuar në këtë mes, por që përsa i përket armës kryesore me cilën u përball Irani, pra që ishin raketat balistike, raketat supersonike, padyshim që ato tregon një aftësi të jashtëzakonshme, pa goditën objektive me saktësi të jashtëzakonshme me ndaj Izraelit, pavarësisht se teknikisht Izraeli arriti të rrezonte shumë prej tyre, por në realitet eficienca e tyre ishte deri në atë mas sa të jepnin Izraelit një goditje jo të vogël. Pra në tërësi është e vërtet, pra që një përballje të tilla tregojnë edhe dobësitë e fuqive të cilat në vazhdimsi kanë investuar tek imazhi i tyre si fuqi të pathyeshme, padyshim që Izraeli e ka pas prioritet këtë. Sepse krijimi i imazhit të Izraelit të pathyeshëm krijon të vetvetiu një mbrojtje ose një parambrojtje. Pra, ku shumë fuqi të cilat edhe pavarësisht mundësive që kinin, do të mendoheshin shumë herë përpara se të mendonin goditjen e Izraelit. Përkërisht nga ky imazh superioriteti që ushtarak që Izraeli kishte krijuar, por që përpara këtyre përballjeve ishte 7 tetori i cili vërtetoi se pathyeshmëria e Izraelit ishte një mit. Dhe ky mit me 7 tetor u thye dhe si rrjedhoi e 7 tetorit dhe përpjekjes së vazhdueshme të Izraelit për të rikuperuar imazhin e tij, për të rikthyer fuqinë e tij reaguese, lufta në vazhdimsi tregon akoma dhe më tepër dhe vërteton akoma dhe më tepër faktin që Izraeli nuk kishte më një fuqi e cila ishte e paprekshme. Duhet të i friksohen vendet arabe Izraelit tashmë siç në një formë ju kanë friksuar deri më tani? Me sa kemi parë nga këto konflikte të deri tanishme, them që domethënë Izraeli ka shpalos nivelin maksimal të asaj që mund të arrijë ushtarakisht. Pra, përtej asaj që arriti Izraeli me Hizbullahin, përtej asaj që arriti Izraeli me Iranin, nuk besoj se mund të arrijë më tepër se kaq. Sepse nëse do të arrinte më tepër se kaq, nuk do të ishte nevojshme ndërhyja e SBA-ve për me i dhënë fund këtij konflikti. Pra, pavarësisht avancimit teknologjik, pavarësisht investimit të jashtëzakonshëm izraelito-amerikan në fushën e ushtarake dhe të teknologjisë, pavarësisht kësaj Izraeli mbetet një fuqi me
me kapacitet të kufizuar. Dhe këtë e tregoi fare mirë përballje me Iranin, ku siç u vure, u desh patjetër ndërhyrja amerikane për me e distancu Izraelin në mënyrë, po themi në mënyrë të tillë që t'i jepej atij një fitore relative ndaj Iranit, por siç vëmë re edhe këto ditë, këtë gëzim ose këtë fitore të cilën po përpiqen Netanyahu ta shpaloste në Izrael e prishi padyshim vrasja e 7 ushtarëve izraelit në Gaza. Dhe vëmendja në mënyrë të jashtëzakonshme, në mënyrë shumë të shpejtë u kthy në Gaza. Pra Irani u harru si konflikt, dhe media izraelite këto 2 ditë është marrë me vrasjen e 7 ushtarëve në Gaza. Pra më themi që Hamasi edhe Gaza ja prisi sërish festën Netanyahus. Si po ndikojnë apo cilat janë mundësitë për paqe afatgjate mes Iranit dhe Izraelit pas kësaj lufte? Sa ka shpresë që një mundësi e tillë të jetë afatgjate, një paqe mes 2 vendeve, herë mike dhe herë armike mes vete? Unë ndoshta do të përsëris atë që tha ish presidenti Bill Clinton, i cili tha pra aq kohë sa Netanyahu dëshiron të qëndrojë në karrige, do të ketë luftra. Pra, në mos Irani, diçka tjetër do dali rrugës. Netanyahu është në kërkim të konflikteve për të shyer në vazhdimsi shoqërinë izraelite, e cila dita ditës po i bëhet e qartë që këto luftra të nisura nga Netanyahu jo domosdoshmërisht janë në interes të Izraelit, por që përgjithsisht janë luftra të cilat më tepër derdhen në interes të Netanyahus. Por që kemi një deklaratë të Trumpit që nëse nuk gabojmë sot qarkulloi që ka kërkuar në një farë forme nga gjykata në Izrael që të mos ta prek Netanyahun. Pra, një farë forme është po mbrohet figura e Netanyahut edhe po ka intervenim në këtë rast edhe nga presidenti amerikan Trump. Po Netanyahu ka çështje të ngritura ndaj tij për korrupsion. Po. Përpara se të ndodhte 7 tetori. Netanyahu akuzohet për përpjekje për të blerë mediat izraelite, për të përmirësuar imazhin e tij, për të ndihmuar partinë e tij në pushtet. Netanyahu gjithashtu ka edhe një hetim të ngritur ndaj Netanyahut për 7 tetorin, për dështimin e organeve të sigurisë, për dështimin e ushtrisë, për dështimin e të gjithë infrastrukturës sigurisë që ka ndërtuar Izraeli afër Gazës. Pra Netanyahu është në një udhëkriq shumë të vështirë për të ardhmen e tij politike. Të mos harrojmë që në vitin e ardhshëm janë zgjedhjet në Izrael. Dhe 64% e shoqërisë izraelite janë kundër vazhdimësisë së luftës në Gaza. Pra, edhe shoqëria izraelite tashmë është tepër e lodhur nga luftrat e Netanyahus. Shoqëria izraelite nga lufta e fundit me Iranin, po bën edhe ajo bilancin e vet. Pra, a ja vleti lufta me Iranin, a ja vleti përballja me Iranin, a ja vleti shkatrimi në Tel Aviv, në Haifa dhe në shumë zona tjera. Pra, edhe shoqëria izraelite në fund fare bën një llogari. Pra, a ja vleti gjithë kjo sakrificë? Apo nuk ja vleti? Ndërkohë që Netanyahu hap luftë me Libanin, hap luftë me Iranin, janë pengjit akoma në Gaza. Janë ushtarë akoma që ngritën në Gaza. Kështu që do të jetë tepër e vështirë për Netanyahun që të investojë në mënyrë pozitive gjithë këto luftra të cilat e i quan arritje, të cilat e i quan fitore.
Çfarë mund të mësojmë nga ose mund të nxjerrim nga ky konflikt për sigurinë rajonale, meqense siç e pam hapësira ajrore u përdorët edhe edhe Irakut, edhe Siris, shumë vende të lindjes mesme apo vende arabe ishin aq të dobta sa që edhe nuk ishin në gjendje që të reagonin. Pra në këtë rast çfarë mund të mësojmë nga ky konflikt, edhe lindja mesme, por edhe bota në përgjithësi, meqense disa vendime të Iranit, për shembull për çështjen e naftës, ndikuan më njëherë në tregjet ndërkombëtare. Pra çdo gjë pothuajse u lidhte me atë konflikt, pastaj pësonte edhe bota në përgjithësi, apo në këtë rast disa vende në veçantë. Tashi, ne duhet kuptojmë që Izraeli është një shtet i cili ka projekte ekspansioniste, pra ka projekte për zgjerim. Këto zgjerime ndodhin në tokat e arabëve. Po nga ana tjetër duhet kuptojmë që edhe Irani ka politika të zgjerimit. Irani është një shtet i cili vazhdon të mendojë me mendësinë perandorake, perse. Prandaj këto dy projekte, këto dy agenda përballen me njëra tjetrën. Izraeli më shumë se sa armik e ka Iranin e rival. Për këtë arsye ka qenë synimi i vjetër Izraeli ta godasë Iranin, ose t'i demonstrojë Iranit fuqinë, t'i demonstrojë Iranit e përsinë. Por prania e Hizbullahit në Liban ka qenë një pengesë e madhe për Izraelin për ta bërë këtë. Hizbullahi, ndërkohë që Esedi ishte në pushtet, kishte një mbështetje logjistike, kishte mbështetje politike, kishte mbështetje ushtarake, ishte vështirë për Izraelin që ta tejkalonte Hizbullahin dhe të përballej me Iranin. Por mbas përballjes së fundit me Hizbullahin dhe goditjeve të fuqishme që Izraeli i dha Hizbullahit, në të vërtetë. Të mos harrojmë një numër të madh të leadershipit të Hizbullahit, i cili u eliminu të nivelit të parë, nivelit të dytë, nivelit të tretë. Aksioni i Beijrit që goditi elementet e Hizbullahit në shkallë të gjerë. Shumë element të Hizbullahit që u eliminu nga Izraeli në mënyrë në vende ndryshme, në Siri, në Liban, në Iran e kështu me radhë. Pra, mas përballjes së fundit me Hizbullahin, Izraeli e pa vetëm të mundur, pra e pa vetëm të kishte një rrugë të hapur për të përballur me Iranin. Bazat ushtarake të Esedit, Izraeli i ka shkatruar pothuajse totalisht. Siria praktikisht nuk ka armë dhe nuk ka kapacitete ushtarake që të pengojë Izraelin të lëvizë lehtësisht në hapësirën e saj ajrore. Iraku gjithashtu nuk ka mundësi që të pengojë Izraelin të lëvizë në hapësirën e tij ajrore. Kështu që rruga për Izraelin ishte e hapur deri në Iran. Pa përmend këtu, pra edhe mbështetjen amerikane, sepse avionët Izraelit nuk mundej praktikisht ta kryenin gjithë atë distancë dhe të ktheheshin pa një mbështetje amerikane. Kështu që ideja është që tani Izraeli e pati mundësinë që të përballej me Iranin, pavarësisht dëshirës amerikane që këtë mos ndodhte, sepse në kujtesën e amerikanëve lufta e Irakut ka një peshë shumë të rëndë, kështu që dështimet e Bushit, pasojat ekonomike që i solli SBA-ve lufta në Irak, e ka bërë popullsinë amerikane, popullin amerikan shumë të ndjeshëm ndaj luftrave, sepse janë kostot të cilat ata do t'i paguajnë kurrizin e vet. Po edhe administrata amerikane është shumë e kujdesme tashmë që të përfshihet në luftra. Por duhet kuptojmë që presidenti Trump nuk është një president i cili merr vendime vetëm në rang personal. Presidenti Trump ka një parti republikane, ka këshilltar republikan, ka njerëz të partisë vet të cilët
kanë lidhjet e veta dhe me lobingjet izraelite, të cilët her pas here kanë ndikim në krijimin e opinionit, kanë ndikim në dhënien e orientimeve dhe këshillave. Kështu që lobingu izraelit në SBA ndonjëherë i nxit politikanët amerikanë jo domosdoshmërisht në interes të Izraelit, por në interes të atyre politikanëve të cilët shprehin, siç është Netanyahu apo gjithë krahu i djathtë ekstremist, të cilët janë tepër agresiv përsa i përket projekteve zgjeruese pushtuese të Izraelit. Kështu që Netanyahu u fut në luftë me Iranin i bindur se do ta tërhiqte SBA-n në këtë luftë. Edhe deri diku e arriti, pra deshi apo nuk deshi presidenti Trump, Netanyahu arriti ta përfshinte SBA-n në këtë luftë. Pavarësisht, po themi, maturisë së Trumpit, i cili i dha Izraelit mundësinë që të fitonte, por nuk i dha Izraelit mundësinë që të shpalte një fitore absolute ndaj Iranit, sepse praktikisht një fitore absolute ndaj Iranit do thotë përfshirja e shumë fuqive në luftë. Pra nuk është një shtet i cili mund të shkollojë. Është një shtet një sipërfaqe gati me 1 milion e ca kilometra katror, me një investim ushtarak në gjitha fushat, me aleat fuqishëm si Rusia dhe vende të tjera. Pra nuk do të ishte kollajt për Izraelin që ta kthejë, po themi, me Iranin, por një fitore relative për Netanyahu, për të përmirësuar imazhin e tij brenda shoqërisë Izraelit, për të rikthyer në thonjza madhështinë e Izraelit u arrit. Por si thash, që kësaj fitore e aprishi aksioni Hamasit duke vrarë 7 ushtarë, dhe ndoshta edhe më tepër këtë ditë, kështu që viti tjetër parafron Netanyahu do të jetë përpara zgjedhjeve. Nuk e dim nëse shoqëria izraelite vërtet ka marrë në analizë veprimet e Netanyahus, i ka peshuar, po themi, përfitimet dhe humbjet nga veprimet e Netanyahus, dhe shoqëria izraelite fundfare do tjetër që do të vendosi. Por them që shoqëria izraelite ka arritur në disa përfundime. Dhe përfundimet janë që luftat e Netanyahus jo vetëm që nuk e kanë përmirësuar imazhin e Izraelit, por e kanë dëmtuar imazhin e Izraelit. Goditja e Iranit ka qenë e paimagjinueshme për izraelitët, diçka që ata nuk e kanë përjetuar as që nga 48-a. Kështu që them që pavarësisht entuziazmit të Netanyahus, shoqëria izraelite do të ka llogaritë veten ndryshe nga llogaritë e Netanyahus. Atëherë në fund, pra mund të themi që s'kemi fitues të luftës dhe ku po në cilën rresht të bëhen shqiptarët në përgjithësi, meqenëse se po flas Kosovë, besoj që në Shqipëri ka pas debate në rreshtin e kujt të jemi ne si shqiptar, meqenëse se është diskutuar çështja dhe fetarisë për shkak të fetarisë kënse shqiptarët po e mbështesin Iranin apo muslimanët në fakt, po mbështesin Iranin dhe të tjerë po mbështesin Izraelin. Pra nuk kemi fitues mes këtyre dyra vendeve dhe në krahun e kujt duhet të rreshtohen apo duhet jemi të shikojmë vetëm çfarë po ndodh. Shqiptarët përsa i përket çështjes së Palestinës janë në një tërësi të madhe pro Palestinës. Po, kjo dihet, janë pro të drejtës së palestinezëve për të mbrojtur veten, për të larguar pushtuesin, për shliru tokat e veta. Pra, shqiptarët janë vetë një popull viktim i pushtimeve. Shqiptarët janë vetë një popull që nuk kanë sakrifikuar pak për me u shliru nga pushtuesit. Kështu që në mënyrë automatike shqiptarët janë me atë popull të cilët i takon në drejta. Dhe në këtë rast janë palestinezët. Përsa i përket Iranit,
Për sa i përket Iranit, sigurisht që Irani është pjesë e botës islame, por nëse marrim në analizë Iranin, sigurisht që edhe Irani ka ato kusuret e veta. Mos harrojmë që Irani ka qenë një shtet i cili ka bërë ai padrejtësitë e veta ndaj sunive. Mos harrojmë që Irani ka qenë një faktor vendimtar i jashtëzakonshëm për mbështetjen e Esadit në Siri. Mos harrojmë që Irani ka qenë dhe vazhdon të jetë një fuqi e cila vazhdon të mbështesi grupe dhe milici të armatosura në Irak, të cilat janë jashtë kontekstit të ligjit. Pra, siç e thash edhe pak më parë, Irani është një shtet i cili ka një agent. Dhe kjo agent ka vite që ka filluar. Dhe të zgjerohet dhe të ketë krahët e vet ushtarak dhe politik në shumë vende arabe. Prandaj, edhe qasja ndaj Iranit do të jetë e kujdesshme. Padyshim që ne mbrojmë të drejtën e popujve për vetëmbrojtje kur ata cënohen, kur i cënohet territori, kur i cënohet jeta, kur i cënohet kultura, kur i cënohet feja, por ne si musliman dhe për më tepër si musliman sunit, duhet kemi parasysh që të dy fuqi, si Izraeli, si Irani, kanë edhe ata mbikuriz shumë krime që mbajnë ndaj botës arabe në përgjithësi dhe botës sunite në veçanti. Kështu që themi që Allahu Azza wa Jall me drejtsinë e vet, me urtësinë e vet, ndoshta përveç frymëmarrjes që do t'i japi umetit musliman me dobësimin e Izraelit në përgjithësi, po edhe me dobësimin e projektit të shiit, ndoshta është urtësia e Allahut Azza wa Jall për një frymëmarrje më të madhe të muslimanëve suni në botë, ku nuk përjashtoj këtu edhe Sirin, e cila është një shtet i ri tashmë dhe që ka sfida të jashtëzakonshme, por edhe Libanin, ku sunit janë keq trajtuar, sunit kanë qenë të marginalizuar, sunit kanë qenë të terrorizuar. Kështu që shpresoj më mirë për muslimanët e sunit në gjithë botën, por sigurisht që në kontekstin e përgjithshëm duhet me qenë me muslimanët. Pavarësisht se Irani si shtet, si filozofi nuk është aq miqësor ndaj muslimanëve përgjithësi, por neve duke mos i përjashtuar ata nga tërësia muslimanëve përballë një agresori si Izraeli në mënyrë automatike duhet të mbështesim të drejtën e Iranit për vetëmbrojtje. Ata nderuar, faleminderit shumë që ishe pjesë e këtij emisionit. Ju përshëndesim nga Prishtina. Dhe juve gjithashtu faleminderit. Të nderuar miq të RTS, ishmi në lidhje të drejtë për drejtë me Hoxh Genc Plumbi, një njohës i zhvillimeve në lindjen e mesme, ku diskutuam rreth shkaqeve të konfliktit mes Iranit dhe Izraelit, që zgjati për 12 ditë dhe tashmë kemi një anëpushim të paktën zyrtar, por se sa mund të zgjas mbetjet e shifet, po i diskutuam në pika të shkurtë arsyet e këtij konflikti dhe mbështetja që i është dhënë nga SBA për Izraelin, po ashtu edhe që Benjamin Netanyahu, kryeministri izraelit, me çdo kusht po tenton të qëndrojë në pushtet pasi që është i akuzuar për korrupsion dhe blerjen e mediave në Izrael, kështu që konfliktet ja zgjasin jetën apo pushtetin Netanyahut në Izrael, po ashtu sipas Genc Plumbit shihet që kjo luftë realisht nuk është fituese për asnjërin në palë dhe SBA nuk e ka mësuar Izraelit ta shpallë këtë luftë si fituese duke ndërhyrë dhe duke e shpallur një anëpushim. Kaq për këtë debat, takohemi herën tjetër me mbështetje me programet e RTS.